Përshëndetje. Gëzuar Bajramin të gjithëve dhe gëzuar edhe ditëlindjen të gjithë atyre që kanë lindur tek shenja e dashit, duke qenë se tashmë kemi filluar. Shenja e dashit. Për shenjën e dashit jemi futur, më mirë tani sapo filluam stinën e tij. Është në një fazë vëllëzimi. Problemi vetëm që ka është se Marsi do të jetë tek shenja e peshqve. Kjo do të thonë që energjia vazhdon që të jetë disi e luhatur. Pra nuk është edhe pse mund të duam që të lëvizim shumë shpejt, nuk e kemi këtë mundësi, prandaj gjithsesi duhet ta përdorim energjinë që kemi me moderitet, duhet jemi pak më përzgjedhës në ato çfarë bëjmë. Por kjo nuk do të thonë se është negative, përkundrazi, është pak a shumë e periudha që na duhet që të shikojmë mirë se ku është vendi që duhet të hedhim hapin e radhës, prandaj edhe në të vërtetë na ndihmon. Nuk është diçka që na pengon. Mjafton që edhe ne të kuptojmë mirë atë energjinë që kemi brenda vetes. Gjatë kësaj jave për shenjën e dashit kemi ndikime shumë pozitive për sa i përket familjes dhe karrierës. Këto janë dy nga temat më të rëndësishme madje për ju, duke qenë se kemi një nxitje në këto tematika, duke filluar që nga dita e hënë e tutje, tashmë nëse kemi pasur probleme familjare tanë gjejmë gjuhë të përbashkët. Nëse se ne nuk kemi ditur se si të avancojmë në karrierën tonë, këtu e dim tashmë, jemi shumë më të sigurt, kemi farë vetbesimi vërtet shumë të lartë. Pak më tepër që do të kemi edhe një ndikim pozitiv për sa i përket të ardhurave materiale për shenjën e dashit gjatë gjithë javës në vazhdim, dhe kjo do të vijë tre që ditën e hënë edhe tutje, edhe pse siç e thash do të kemi diellin e zi. Në këtë vit është vërtet në thonjza, sepse nuk është thjesht cikli i tillë, por në të vërtetë gjatë këtij viti, duke qenë se përgjegjësia është më e lartë, duke qenë se edhe imagjinata është vërtet shumë e lartë, kemi mundësi që të përdorim këtë moment në avantazhin ton. Kjo është e vlefshme sidomos në të ardhurat materiale dhe në lidhje me çështje sentimentale. Të gjithë personat që kanë një lidhje në jetën e tyre, këtë javë në vazhdim ta ndiejnë vërtet shumë pozitive. Duke qenë se pavarësisht se mund të mos kenë gjetur gjë të përbashkët deri në këtë moment ose mund të mos kenë ditur se si t'i hedhin hapat e parë, kemi aftësinë që tashmë t'i përzgjedhim mirë se çfarë duhet të bëjmë, dhe kjo do të thotë që mund të krijojmë edhe lidhje të reja dhe nëse jemi në një lidhje, ta shndrojmë atë në një lidhje shumë më të shëndetshme dhe ku ndihemi më mirë, ne kuptohemi më mirë, pra nga të dyja palët. Edhe pse, siç e thash, Shironi do të jetë në takim me Venusin, kjo nuk do të thonë patjetër se do të thotë diçka negative, përkundrazi mund të jetë edhe një shërim i plagëve që keni marrë nga e shkuara, sepse Venusi në këtë rast mund të thotë edhe shërimi i çështjeve sentimentale për ju. Por përsis për të gjithë ata që kanë pasur problematike të shkuarën e tyre, ose që lidhja e tyre aktuale mund të jetë problematike. Pra mund të përdoret në të dy anët. Nëse se doni të lëvizni shumë shpejt, të gjë nuk do t'ju këshilloja, sepse vërtet mund të ndaloheni dhe mbi të gjitha mund të reagoni në mënyrë impulsive pastaj, nëse e vini re që dikush mund t'ju ketë penguar ose mund të jetë bërë shkak se të hidhni një hap mbrapa. Kjo është edhe arsyeja që vërtet do t'i këshilloj që çdo hap ta jeni të sigurt, në mënyrë që edhe reagimet i keni disi të kontrolluar, por këtë tjetër po e nënvizoj për të gjithë ata që kanë shenjën e dashit në jetën e tyre gjatë kësaj jave, mundësisht t'i lindni pak më të qetë sepse kanë pasur një periudhë vërtet shumë të gjatë, të cilin ka qenë të lodhur. Shenja e Demit. Për ju kjo është një javë pozitive, sidomos për sa i përket të ardhurave materiale, prandaj detyrimisht është pozitive. Doni të lëvizni shumë shpejt, sepse jeni në fazën që doni vazhdimisht të konsumoni. Por gjatë kësaj jave nuk do t'ja këshilloja, duke qenë se gjatë kësaj jave duhet vërtet të mbillni. Si për sa i përket të ardhurave materiale, duhet të dini shumë mirë se ku duhet të investoni dhe kohën tuaj. Kjo do të thotë që edhe marrëdhëniet sentimentale mund të jenë të prekura negativisht nëse e lejoni detyrimisht, por nëse i merrni gjërat një nga një me më tepër qetësi, atëherë dhe ajo fryma e konsumit faktikisht do ta kuptoni që është e panevojshme dhe do të fokusohen tek gjërat që kanë më tepër rëndësi. Për sa i përket të ardhurave materiale, për ju jemi në javë fantastike. Këtë më duhet ta nënvizoj. Duke qenë se çdo punë që keni bërë deri tani dhe aty ku nuk keni ditur se si ta drejtoni timonin, pra gjatë kësaj jave do kuptoni shumë mirë, merrni një ndim vërtet shumë të madhe nga shoqëria dhe e njëjta shoqëri mund t'jap edhe disa ide në lidhje me temat që sapo përmenda. Për sa i përket personave që nuk kanë njëri në jetën e tyre ose që nuk e kanë pasur për një periudhë të gjatë, kjo është një javë shumë pozitive në këtë aspekt, sidomos fundjava tjetër në këtë aspekt është shumë pozitive, duke qenë se do të kemi një farë stabiliteti në jetën tuaj, tashmë krijimi një farë balance i cili mund edhe t'ju ketë munguar gjatë
hënë së re që ishte dje, faktikisht mbaroi periudha ku ky disbalancim ishte shumë i dukshëm në jetën tuaj. Tashmë kemi filluar që çdo gjë që ka ngelur në jetën tuaj dini se ku ta vendosen dhe falë kësaj, siç ripërsëris disa herë, kemi edhe mundësi që të krijojmë të ardhur material të mira, të avancojmë në karrierë dhe të rregullojmë dhe marrëdhëniet që kemi me familjarët tanë, po ashtu dhe me partnerët tanë. Për këtë arsye, shenja e demit në këto momente është në një fazë pozitive, në një fazë rritje, por përpërsisht është faza e mbjelljes, nuk është faza që të lëvizni me impulsivitet. Pra, ndërkohë që do të filloni që t'i korni shumë shpejt, duke filluar nga java në vazhdim, pra duke filluar nga data 30 mars e tuti. Në lidhje me shëndetin, për shenjën e demit këtë më duhet të analizoj, duke qenë se në këto momente është aktivizuar problemi që mund të ekzistojë tek tiroidet ose tek pjesa e fytit, por ju kjo është pjesa që është më e ndjeshme, prandaj të gjithë ata që kanë probleme në lidhje me këtë temë, do të këshilloj që jemi edhe më të kujdesshëm. E njëjta gjë është e vlefshme edhe për ata që kanë diabet. Pra duhet jemi të kujdesshëm. Nuk po them që e keni problematik, po them thjesht duhet jeni të kujdesshëm sepse është më aktive në këto momente. Okej, shenja e binjakëve. Për shenjën e binjakëve, java në vazhdim është pozitive. Vërtet është pozitive. Kemi një ndikim i cili vjen vazhdimisht duke ju shtyr përpares në mos në lidhje me karrierën. Duke qenë se Merkuri mbaroi retrogradën dhe gjatë gjithë javës në vazhdim pothuajse do të ketë një shtypje para nga Jupiteri, i cili është planeti i fatit, dhe kjo do të thënë që do të arrini që të perceptoni shumë mirë se cilat janë vendet ku duhet të hidhni hapin në mënyrë që të avanconi. Kjo edhe për sa i përket karrierës, por edhe për sa i përket vlerës, që të merrni vlerën që ju meritoni. Duke qenë se gjatë gjithë retrogradës së Merkurit morët shumë mësime në lidhje me veten tuaj, me ambientin që ju rrethon, si duhet të komunikoni në mënyrë të shëndetshme me personat që keni rreth rrotull, dhe falë kësaj të keni edhe një rritje më të madhe, qoftë në karrierë, qoftë në jetën e përditshme, pra në lidhje me socializimin. Jeni bërë persona pak a shumë të urtë në këto momente, persona të cilët dini shumë më tepër nga çfarë dini përpara retrogradës së Merkurit, pak më tepër që nuk është se dini thjesht për sa i përket gjërave materie, dini edhe në lidhje me çështje sentimentale ose më të them me botën shpirtërore. Prandaj dhe jeni bërë persona që mund t'ju merret këshilla në këto momente. Jeni në fazën e cila jeni bërë pak a shumë profesor të jetës tuaj. Pra, për këtë arsye të gjithë ata që kanë binjak në jetën e tyre, siç e thash edhe sot te Top Channel, do t'i këshilloja që të merrni të këshillën e shenjës së binjakëve sepse kanë mësuar shumë. Ndërkohë që për sa i përket të ardhurave materiale, këtu më duhet të ndaloj disi të gjitha problemet që kanë ekzistuar në lidhje me të ardhurave materiale, sepse nuk ju është ditur vlera, edhe nga puna, nga partnerët tuaj, më tepër partnerët e biznesit detyrimisht. Gjatë kësaj jave filloni që ju vetveti të gjeni zgjidhje, sepse siç e thash keni një vetvlerësim shumë të shëndetshëm në këto momente. Dita ende për ju shumë pozitive. Është një ditë që vërtet do filloni që të vraponi, sepse gjatë gjithsej periudhës ju është dashur që të rrini pak a shumë në vend, sepse ishte retrograda e Merkurit, ishte periudhë vërtetimi, reflektimi, mësimi. Ndërkohë tashmë ka ardhur koha që të gjitha ato mësimet që morët të vinin në jetë. Për sa i përket çështjeve sentimentale, në këto momente marrëdhëniet aktuale janë edhe pozitive, por dhe nga ana tjetër mund të jenë disi të lodhshme. Kjo sepse përballë ju shikoni një reflektim që ju ndoshta nuk ju pëlqen, ose merrni mbrapsht reagime të cilat ju nuk arrini që t'i kuptoni mirë. Në këtë rast do t'ju këshilloj që të përdorni atë intuitën dhe mësimet që morën për sa i përket çështjeve shpirtërore në lidhje me partnerin tuaj dhe të gjeni atë gjuhën e përbashkët. Në të vërtetë nuk është shumë e vështirë, do ta keni shumë të thjeshtë, mjafton që të bëni këtë që sapo thash. Falë kësaj do të keni dhe ju mundësi që të kuptoni se çfarë dëshiron vërtet lidhja juaj për të qenë më shëndetshme dhe falë kësaj ta bëni pra. Në lidhje me shëndetin jemi të prekur të gjithë, edhe ju detyrimisht për gjitha problemet që i keni, që sidomos kronike, në këto momente do të këshilloj që jeni edhe më të kujdesshëm. Shenja e gaforës, jemi me njëherë pas një hëne të re. Kjo hënë e re për shenjën e gaforës do të thoshte vërtet mbarimi i periudhës ku mund ta kemi mbajtur veten tonë mbrapa ose të vogël. Pas kësaj, shenja e gaforës fillon dhe rritet. Rritja më të mëdha, duke qenë se kemi tashmë kalime të shumta tek shenja e dashit, e kanë në lidhje me karrierën dhe krijohet një farë figure autoriteti në çdo vend ku është. Kjo do të thotë edhe në marrëdhëniet personale, do të thotë edhe në marrëdhëniet profesionale, por në përgjithësi shenja e gaforës tashmë futet në fazën ku mund ta shijojë jetën, që vërtet që mund ta argëtohet.
ka mësuar mjaftueshëm nga jeta, ka hequr nga jeta saj gjitha gjërat që kanë qenë jo të dobishme, jo të shëndetshme, dhe siç e thash, tashmë është në periudhën ku vazhdimisht zgjerohet. Përshëndetje nga Forës kjo javë, sidomos duke filluar nga dita e martë e tutje, duke qenë se do të kemi edhe hënën të vendosur tek shenja e binjakëve, kemi një intuit vërtet shumë të lartë. E kemi në kënde negative me Mërkurin, prandaj edhe pavarësisht se e kemi intuitën të lartë, shenja nga Forës do të këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm në fjalët që përdorim, sepse mund të themi fjalë të gabuara, edhe pse mendimi jonë mund të jetë ndryshe. Pra, mënyrën e artikulimit mund ta kemi të gabuar, këtë po mundojmë të them. Prandaj dhe gjatë ditës së martë dhe të Mërkur do të këshilloja që të jemi më të kujdesshëm në artikulimin tonë dhe të përdorim intuitën, 1 për të zgjeruar në lidhje me karrierën, 2 për të bërë investime që tashmë na duhen dhe 3 për të filluar që të ndërtojmë jetën që ne dëshirojmë. Për shenjën nga Forës, kjo është një nga javët më pozitive, kemi dhe fat vërtet shumë të madh, por dita e martë dhe Mërkur mund të bëhet disi e lodhshme për arsyeën që sapo thash. Kemi edhe një prekje për sa i përket shëndetit, shenja nga Forës në këtë moment është shumë e prekur tek sistemi i tretës, domos tek stomaku, të gjithë ata që janë tek shenja nga Forës mund ta ndjejnë këtë si problem. Prandaj, pra ato ushqime më të buta dhe mundësisht çdo gjë ta bëjmë ta gatuajmë, pra të mos ham edhe sallatrat e këto, gjatë kësaj jave mundësisht ti mbajmë shumë pak. Për sa i përket çështjeve sentimentale, shenja nga Forës në këtë moment është me shumë fat, por është java e fundit që mund të futem në jetën e shenjës së Forës. Një person i cili është personi i jetës, nuk po them që pas asaj është e pamundur që ty, por është java e fundit që është fat vërtet shumë i madh për që të përballem me këtë si individ. Për këtë arsye do t'i këshilloja që të hapim syt pra në këtë pikpamje, ose në qoftë se duam që të diskutojmë me partnerin tonë aktual ose partneren tonë aktuale për të kaluar në shkallë më sipër, pra për të martuar ose për të bashkëtuar ose nëse dëshironi të bëni me fëmijë, është javë vërtet shumë ideale, retrograda e Mërkurit ka mbaruar dhe pak më tepër, siç e thash, kemi dhe fat vërtet shumë të madh, pothuajse në çdo aspekt, sepse tashmë jemi futur në fazën ku vërtet do ta shijojmë jetën. Është një muaj i cili shenjës së Forës vjen pak a shumë si dhuratë, si rridhoj e punës së mirë që ka bërë deri tani. Një ndër këshillat që do t'i jepja shenjës së Forës, edhe nëse mund ta ndjeni nevojën gjatë kësaj jave që të futeni përsëri në guackën tuaj, këtë gjë nuk do t'ju këshilloj, ka ardhur periudha që të dini dhe të merrni disa risque normal të kontrolluara por që ta shijoni më tepër jetën. Shenja e Luanit, kur dielli që është drejtuesi juaj kalon tek shenja e Dashit, por shenja e Luanit futet në një fazë shumë pozitive. Ka shumë gjallëri në jetën e tij, sepse këtë gjallëri e krijon vet. Ka shumë fat mbi të gjitha. Të gjithë botën e shikon në një prizmë komplet të ri, ka një diapazon shumë më të gjerë, ka një horizont shumë më të gjerë. Dhe mbi të gjitha fanatizmat që mund ta kenë mbajtur mbrapa deri në këtë moment, e tashmë i tek kalon, i ka përcemër se me hidhet sipër dhe nuk ekziston më asnjë gjë që mund ta ndaloj. Kjo është edhe arsye që shenja e Luan në këtë moment e ka një rritje kolosale. Pak më tepër që edhe të dielën tjetër që janë ditët e diellit, pra të drejtuesit tuaj janë shumë pozitive. Kjo do të thonë një moral vërtet shumë i lartë. Kjo do të thonë një mbështetje vërtet shumë e madhe nga sistemi dhe këtë ndjeni nëpërmjet të gjithë personave që keni rreth rrotull. Marrëdhënie familjare sa vjen dhe përforcohen. E njëjta që të vërtetme dhe në lidhje me karrierën, e cila në këtë moment është në lulëzim e sipër. Kemi një vlerësim shumë të shëndetshëm ose shumë të drejtë, më mirë të them, edhe nga e prorët tuaj. Edhe ju vetë dini se si të gjeni rrugëzidhje problemeve që kanë ekzistuar. Ditët më pozitive që janë edhe për ju do të jetë dita e njëjtë, duke qenë se do të kemi disa ndikime të cilat e rrisin shumë edhe intuitën dhe duke qenë se siç e thash, energjia në këtë moment është shumë e lartë, mund ta përdorni edhe energjinë dhe intuitën tuaj për të ndërtuar jetën që ju dëshironi dhe për të avancuar në karrierë. Në këtë moment e vërtet që do të këshilloj që të fokusoheni pak më tepër te karriera ju, sepse falë kësaj do të krijoni një stabilitet vërtet shumë të madh. Falë kësaj do të ndjeni shumë mirë dhe nëse ndjeni shumë mirë, detyrimisht ndjeni të sigurt në veten tuaj, automatikisht krijoni dhe lidhje shumë më të shëndetshme, argëtoni shumë më tepër dhe përdorni këtë moment pra
ashtu siç duhet të jetë. Në lidhje me shëndetin për shenjë Luanit, vetëm gjë që do t'i këshilloja është se në këto momente kemi shumë vendosje të shenjat e zjarrit dhe ju jeni shumë të ndikuar tek sistemi kardiovaskular. Prandaj dhe nëse i teproni me aktivitetin fizik, mund të ndjeni probleme këtu. Prandaj çdo gjë me moderitet. Shenja e Virgjëreshës. Gjatë kësaj jave për shenjën e Virgjëreshës në përgjithësi kemi tashmë ndikime pozitive. Në përgjithësi të gjitha planetet janë në favorin tuaj. Kemi disa vendosje të cilat ju mbështesin vërtet shumë, si për shembull kemi shumë vendosje të shenjat e Peshqit, të cilët rregullojnë në mënyrë të dukshme të gjitha marrëdhëniet sentimentale, partneritetet. Sidomos brenda martesave, në qoftë se kemi pasur deri në këto momente probleme, ose në qoftë se nuk kemi ditur se si ta kuptojmë mirë tjetër, nuk kemi gjetur të gjë të përbashkët, në këto momente kemi këtë aftësi, sepse jemi edhe më intuitiv dhe jemi shumë më tepër empatik, dhe jo vetëm ne, edhe partneri janë. Mbi të gjitha, për shenjën e Virgjëreshës në këto momente, nga të gjitha bashkëpunimet marrin të mira materiale vërtet shumë të mira. Kemi aftësi vërtet shumë të mëdha që të piketojmë se cilët janë punët që ne na arrisin shumë më tepër dhe që na sillen të mira materiale më të mira, dhe dim edhe shumë mirë se me këtë bashkëpunojmë. Kemi përveç intuitës, kemi dhe logjikën, e cila është shumë efikase në këto momente, dhe shikojmë botën të plot në këto momente, sepse edhe Mërkuri është vendosur tek shenja e Peshqve dhe na i detyron këtë si gjë. Ndërkohë që për sa i përket socializimit, vazhdojmë që të jemi në fazën që do t'ju këshilloja me ngurë, duke qenë se nga shoqëria keni një rritje morale vërtet shumë të lartë dhe një mbështetje vërtet shumë të madhe. Madje e njëjta shoqëri mund të ndihmojë edhe vende që të gjeni atë rrugën, në qoftë se ju vetë në disa momente mund të ndjeni të lodhur. Arsyeja që ndjeni të lodhur është sepse keni pasur një periudhë shumë të gjatë me sfida, kështu detyrimisht për njeriu lodhet. Por lajmi i mirë është që duke filluar që nga e hëna, e tutje, tashmë do të jemi në fazën ku keni mundësi që të akumuloni pasuri. Mjafton që ju të dini se çfarë doni të mbani në jetën tuaj. Në lidhje me shëndetin për shenjën e Virgjëreshës, në këtë moment jemi futur në një fazë më pozitive. Periudha kur kishit probleme me shëndetin tashmë ka mbaruar, për fat të mirë me futur në fazën që jeni më pozitiv. Këshilla ime do të ishte vërtet që të fokusoni tek bashkëpunimet në këtë moment edhe për të krijuar relata më të shëndetshme, në qoftë se e ndjeni të nevojshme, do t'ju këshilloj që të merrni edhe ndihmë nga familjarët tuaj, por përgjithsisht për ju në këtë moment ndihma më e madhe vjen në përgjithësi nga shoqëria, prandaj të socializoni është shumë më e rëndësishme. Shumë faleminderit, respekt edhe juve. Vërtet shumë faleminderit që më ndiqni. Përsëris, si gjithmonë, është një privilegj vërtet shumë i madh, jam vërtet shumë e lumtur që më keni dhënë këtë mundësi. Shumë faleminderit edhe një herë dhe shihemi përsëri ditën e hënë. Tapshim.